Sot do të sillim disa ushtrime tek fondi i mjekësisë, kryesisht tek reaksionet redoks dhe elektrokimia. Fillojmë me pyetjen e parë. Për të reduktuar 2 mol jone hekur 3+ sot në atomin hekur 0 nevojiten. Shikojmë për një mol jon hekur 3+, për ta kaluar në hekur 0 do të marrim 3 elektrone. Duke qenë se ju keni 2 mol, atëherë 2 herë 3, 6 elektrone. Pra përgjigjja saktë do ishte pika C. Shikojmë ushtrimin e dytë. Gjysmë reakcioni që paraqet procesin e reduktimit. Atëherë, procesi i reduktimit çfarë nënkuptojmë? Nënkuptojmë uljen e numrit të oksidimit ose marrjen e elektroneve. Kështu që i shikojmë me radhë. Kemi reakcionin e parë. Nga zink 2+ plus 2 elektrone që kalon në zink 0. Atëherë po e kemi reduktuar nga 2+ në 0. Pra përgjigjja e parë është e saktë. Shikojmë tek pyetja 3. Në një element galvanik, anoda është elektroda. Atëherë duhet të kemi parasysh që te elementi galvanik ndryshojnë ngarkesat nga elektroliza. Atëherë kemi katodën dhe anodën, ku katoda tek elementi galvanik është ngarkuar pozitivisht, anoda është negative. Pra ky është elementi galvanik, ndërkohë tek elektroliza e kemi të kundërtën. Katodën negative, ndërsa anodën pozitive. Atëherë ne do shohim përgjigjet për negative. E para thot negative ku ndodh procesi i reduktimit. Ne dimë që në anod ndodh oksidimi, kështu që përgjigjja e parë nuk është e saktë. Do kalojmë tek C-ja, negative ku ndodh procesi i oksidimit. Kjo është e sakta. Shikojmë pyetjen 4. Në reaksionin thot hekur plus klor që jep triklorur hekuri, hekuri oksidohet dhe klori humbet elektrone. Atëherë, në qoftë se ne themi hekuri oksidohet, është ai i cili ka humbur elektronet, ndërsa klori ka fituar. Shikojmë pikën B. Hekuri reduktohet dhe klori fiton elektrone. Ne shikojmë tek pjesa e shprehjes, hekuri reduktohet. Pra hekuri do të thotë ka marrë elektrone, kështu që nuk mund të ndodhi tek dy elementë të ndryshëm të marrin elektrone. Këtu kemi hekuri nga atom 0 ka kaluar në hekur plus 3, klori nga 0 në -1. Kështu që neve hekuri na është oksiduar, ndërsa klori na është reduktuar dhe do ishte përgjigjja C. Shikojmë 5. Në një reakcion kimik, jonet argjend plus shndrohen në atome argjend 0. Kjo tregon se jonet, atëherë nga +1 në 0 ka marrë një elektron, pra është reduktuar. Pyetja e 6. Cili nga metalet e mëposhtëm nxirret nga nxehtësorët e tij me anë të nxehjes me karbon? Atëherë do kemi parasysh që elementet e grupeve A nxirren me elektrolizë ose metalet shumë aktive. Kështu që si kalciumi, alumini dhe magnezi nxirren me elektrolizë. Kështu që në këtë rast përgjigjja e saktë për ne do ishte hekuri. Në qoftë se ju kujtohet, bënim reduktimin e oksidit të hekurit me karbon dhe merrnim hekur plus dioksid karboni këtu. Kalojmë tek pyetja tjetër, pyetja 7. Cila prej substancave të mëposhtme duhet të veprojë me tretësirën e sulfatit të bakrit për të dhënë bakër në gjendje të lirë. Pra duhet të jetë një element që është më aktiv se bakri, në këtë rast është zinku. Pyetja 8. Cili nga reaksionet e mëposhtëm është i mundshëm? Veprimi i bakrit me tretësirën e klorurit të natriumit. Pra, a mund të ndodhë që bakri të zhvendos natriumin? Jo, sepse natriumi është më aktiv. Veprimi i aluminit me tretësirën e klorurit të magnezit. Edhe këtu e njëjta gjë, nuk mund të zhvendosë alumini magnezin, sepse magnezi është më aktiv. Veprimi i argjendit me tretësirën e sulfatit të hekurit. Pra, kemi argjend plus sulfat hekuri. Edhe këtu argjendi është më pak aktiv se hekuri, kështu që reaksioni nuk mund të ndodhë. Atëherë përgjigjja e saktë do ishte pika D, veprimi i bakrit me tretësirën e nitratit të argjendit. Sepse bakër plus nitrat argjendi do na japin nitrat bakri plus argjend të lirë. Gjeni pohimin e saktë për reaksionin. Atëherë kemi acid nitrik plus bakër që na jep nitratin e bakrit plus monoksid azoti plus ujë. Atëherë këtu kemi -2
për oksigjenin, plus 1 dhe plus 5 për azotin. Bakri 0 ka kaluar në bakër 2+, ndërsa azoti ka kaluar në plus 2. Shohim që bakri është oksiduar, ndërsa azoti është reduktuar. Kështu që oksidohet bakri është pohimi i saktë. Numri oksidimit në përbërjet e metaleve alkaline. Atëherë themi metalet alkaline, grupi para është plus 1. Sa elektrone janë të nevojshme për të reduktuar ionin kallaj 4+ në ion kallaj 2+. Atëherë shikojmë diferenca është me 2, kështu që 2 elektrone na duhen. Shikojmë pyetjen 12. Tregoni përbërjen kimike ku klori shfaq paraqet numrin e oksidimit maksimal. Do t'i gjeni më radhë, atëherë këtu duket që do jetë pika C sepse është me maksimumin e valencës, plus 7. Në këtë rast numri i oksidimit, ndërsa valenca është 7 e klorit. 13. Tregoni përbërjen në të cilën mangani paraqet numrin e oksidimit plus 6. Tek e para do paraqesi plus 2-shin. Tek tjetra minus 2 oksigjeni plus 3 mangani. Tek C-ja minus 2 oksigjeni plus 1 kaliumi, 2 edhe 8, kështu që këtu e kam plus 6, minus 6 plus 6. Ndërsa tek e fundit do e kishim minus 2 plus 1, atëherë 1 plus x plus 4 erë minus 2, do ishte barabartë me 0, x-it na del plus 7. Suksese, për çdo pyetje mund të komentoni.